Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua piu uthull molle për një javë dhe ajo çfarë i ndodhi i çuditi të gjithë. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjnë një faktor pengues për përfitimin e vlerave të këtij produkti, por pavarësisht aromës dhe shijes, ju duhet të dini se uthulla e mollës përshkruhet gjithashtu si një burim natyral i rinisë së përjetshme. Ndërkohë, studime të ndryshme po ashtu konfirmojnë se pirja çdo ditë e uthullës së mollës gjithashtu përshkruhet si një burim i rinisë së përjetshme për shkak të mirave që sjell në trupin tonë dhe në organizmin tonë. Si mund ta pini uthullën e mollës? Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegsira në zonën tuaj të fytit. Për pasojë, ajo nuk rekomandohet që të pihet direkt nga shishja. Ekspertët gjithashtu thonë se uthulla e mollës duhet tretur në një filxhan me ujë. Ata gjithashtu sugjerojnë se tretja 1 apo 2 lugë gjelle me uthull në një filxhan me ujë do të jetë masa e duhur. Çfarë ndodh në organizëm nëse ju pini uthull molle çdo ditë? Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër e cila mund të mbrojë stomakun tuaj dhe gjithashtu uthulla nga ana tjetër do të shërbejë edhe si laksativ duke zgjidhur kështu çështje si konstipacioni. pH-i. Uthulla e mollës ndihmon edhe në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flok. Ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flok për çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke e tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Infeksionet. Myku dhe infeksionet gjithashtu janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin i cili shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës gjithashtu përbën një recetë natyrale kundër shumë problemeve shëndetësore, ku mund të përmendim mykun, i cili prek edhe zona të ndryshme të trupit. Sheqeri në gjak. Studimet kanë treguar se konsumimi i uthullës së mollës gjithashtu ndihmon edhe në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi juaj arrin që të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit në gjak, një efekt i cili zgjat deri të nesërmen. Më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës gjithashtu ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton që ju të tresni një lugë gjelle me uthull molle në një gotë të madhe me ujë dhe më pas ta pini rregullisht. Rënja nga pesha. Uthulla e mollës rrit ndjesinë e ngopjes, sidomos në qoftë se pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe në rënjen në peshë. Gjithashtu, sipas ekspertëve, uthulla e mollës mund të sjellë mjaft përfitime të mira për shëndetin tuaj. Lajmi se uthulla është e shkëlqyer për shëndetin ka marrë dhënë, por ju duhet të dini se ky produkt të befason çdo ditë. Kur vjen puna tek uthulla, ka gjithmonë një dilemë e cila ka të bëjë kryesisht me kohën kur uthulla duhet pirë. Shumë njerëz rekomandojnë pirjen e uthullës në mëngjes, mundësisht me stomakun bosh. Të tjerët betohen për të mirat që vijnë nëse uthulla pihet çdo mbrëmje. Në shumicën e rasteve, sistemi i tretës nuk arrin të përballojë diçka më shumë se kafeja apo tërshëra dhe për uthullën as që bëhet fjalë. Ekspertët gjithashtu bien dakord se efikasiteti i uthullës, kryesisht asaj të mollës, varet jo vetëm nga koha kur ju e pini, por gjithashtu edhe nga mënyra se si e përballon dhe e kërkon trupi.
Këtu ju do të gjeni të listuar disa nga përfitimet të cilat do të vinë nëse ju pini uthull-molle përpara se të shtriheni për të fjetur. Uthulla stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Studimet shkencore kanë treguar se pirja e uthullës, sidomos përpara gjumit, mund të jetë jashtëzakonisht mirëbërëse për pacientët e diagnostikuar me diabet. Një studim i Arizona State University tregoi se pirja e 2 lugë gjelle me uthull dhe njëkohësisht pak djath përpara gjumit mund të ndihmojë për të ulur ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak të nesërmen. Uthulla gjithashtu shëron fytyn e thatë. Gjatëstinës së ftohtë, gjasat që ju të prekeni nga simptomat e gripit dhe njëkohësisht të ftorës janë vërtet të mëdha. Bakteret përgjegjëse të cilat përthajnë fytin shkatërohen nga aciditeti i uthullës së mollës. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një glënke me uthull-molle të paktën gjysmore deri në 1 orë përpara gjumit që në mëngjes ju të jeni si kokra e mollës. Uthulla për një gjumë më të mirë. Gjumi është i domosdoshëm për të përballuar me sukses sfidat e ditës. Sekreti i një nate të qetë dhe gjumit të patrazuar mund të jetë uthulla e mollës. Një lugë gjelle me uthull-molle të shkrirë në një gotë me ujë të ngrohtë dhe mjalt, me siguri do t'ju vërë në gjumë. Kundër erës së keqe të gojës. Era e keqe e gojës mund të jetë e tmerrshme në mëngjes, por ju mund të merrni disa masa për të parandaluar atë duke pirë një lugë çaji me uthull-molle në mbrëmje për të shkatëruar bakteret të cilat lunëzojnë në gojë. Uthulla zhbllokon hundët. Pamundësia e të thithurit ajër përmes hundës është e tmerrshme. Uthulla gjithashtu ju vjen në ndihmë për të zhbllokuar hundën dhe rrugët e frymëmarrjes, sepse ajo është e pasur me kalium, magnez dhe gjithashtu vitamina A, vitamina B1, B2 dhe E. Shtoni një lugë çaji me uthull-molle në një gotë me ujë dhe më pas pijeni atë ngadalë përpara gjumit. Uthulla njëkohësisht ndihmon edhe tretjen. Nëse zgjoheni në mëngjes, sidomos me dhimbje abdominale, fajin për këtë e ka tretja. Ky lëng fantastik zgjidh gjithashtu problemet me tretjen, zorrët dhe njëkohësisht urthin. Pini një lugë çaji me uthull-molle të tretur në një gotë me ujë përpara se ju të flini. Me gjithë këto të mira, uthulla puro e mollës nuk duhet të mungojë kurrësesi në sirtarin tuaj të kuzhinës. Çfarë nuk duhet të bëni kurrë pasi keni pirë uthull-molle? Mos e pini pas buke. Nëse e keni zakon që të pini uthull-molle pas buke, atëherë është koha të ndryshoni rutinën tuaj. Me kalimin e kohës njerëzit pësojnë një paksim të lëngjeve gastrike të cilat shpërbëjnë ushqimin në stomak. Për rrjedhoj uthulla duhet tretur në ujë dhe duhet pirë përpara vaktit në mënyrë që të përmirësojë tretjen dhe të shmang fryerje dhe problemet e tjera. Mos pini uthull nëse keni ulçër në stomak. Uthulla e mollës gjithashtu ka aciditet të lartë dhe si e tillë, ajo është e dëmshme për njerëzit të cilët kanë probleme me stomakun. Sipas ekspertëve, uthulla është irrituese për stomakun dhe gjithashtu mund të përkeqësojë edhe situatën tuaj. Kujdes me sasitë. Gjella me krip dhe kripa me karar, thot populli, ndaj edhe te konsumi i uthullës është mirë që ta nisni ngadalë dhe t'i jepni kohë trupit të mësohet me aciditetin. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!